Është hapur kolonia artistike titulluar Kodra në qytetin e Pejës. Kjo galeri ka për qëllim që artistët nga të gjitha trojet shqiptare të mund t'i shprehin aftësitë e tyre artistike. Në hapjet kësaj galerie, autori Syl Mujaj ka ekspozuar veprat e tij artistike të punuara ndër vite. Me ekspozitën e autorit Syl Mujaj u hap kolonia artistike Kodra. Kjo koloni ka për qëllim që artistëve nga gjitha trojet shqiptare t'u krijoj edhe një ambient ku ata mund t'i prezantojnë punimet e tyre. Autori i ekspozitës Syl Mujaj, i cili shtëpinë e tij e ka shndruar në galeri, ka prezantuar piktura në të cilat femra shqiptare është vënë në piedestalin më të lartë. Unë jam artist, autodidakt, e lypi më të bukurën. Unë vizatoj femrën shqiptare, kom preku dhe mozaikun. Femna shqiptare është toka, zoti, qili, më ka bën femna shqiptare. Profesori Ramiz Kelmendi e vlerëson lart kontributin në artin e Syl Mujajt, marr parasysh sakrificat dhe trysnin që ka kaluar ai nga regjimi serb. Për ne është shumë ner i madh, edhe për Pejen, për mënyrë të veçantë. Ky ner i takon Syl Mujajt, i cili jo vetëm sot, por edhe me krejt rininë e vet të kaluar në për burgje, në për kazamate, por edhe me veprimtarinë e vetë në Zvicër, me talentin që ka për pikturën, me dashurinë e madhe që ka për atë dhënë, është një ngjarje që për mua është një nder pse marr pjesën te. Në hapje të kësaj ekspozite, pjesëmarrës ishin edhe shumë personalitete nga bota e artit, nga vendi dhe rajoni.